Mbretëria e Bashkuar është përfshirë nga një krizë ashpër politike ku lëkundjet e Partisë Laboriste në pushtet po ndodhin paralelisht me rritjen historike të së djathtës radikale të udhëhequr nga Nigel Farage. Për të analizuar këtë situatë dhe ndikimin mbi shqiptarët, CNA-TV zhvilloi një intervistë me gazetarin Kujtim Vani, i cili jeton dhe punon në Britaninë e Madhe. Pakënaqësia brenda Partisë Laboriste ka shpërthyer në revoltë të hapur, ku rreth 90 deputet kërkojnë largimin e Keir Starmer pas rezultatit të dobët në zgjedhjet lokale. Vani theksoi se dobësimi i kryeministrit rrit pasigurinë për shqiptarët pasi politikat e migracionit po përdoren si mjet për të shpëtuar karriera politike. Ky rebelim nuk erdhi brenda notës. Pakënaqësia kishte muaj që po rritej brenda Partisë Laboriste, por shpërtheu pas rezultatit shumë të dobët të zgjedhjeve lokale. Shumë deputet mendojnë se Keir Starmer nuk po arrin të krijojë një identitet të qartë politik për qeverinë dhe se po humbet elektoratin tradicional të MAE, ndërsa në njëjtën kohë nuk po ndalon dot rritjen e Nigel Farage dhe reformës UK. Ka dhe kritika për stilin e tij drejtimit, që konsiderohet shumë i centralizuar dhe i shkputur nga baza e partisë. Dorëheqja e disa ministrave treguan se kriza nuk ishte më vetëm pakënaqësi e brendshme, por një sfidë direkte ndaj autoritetit të tij. Ndonse Starmer refuzon të dorëhiqet, autoriteti i tij sipas gazetarit është dëmtuar rënd dhe rivalët po përgatiten për t'i marrë vendin. Starmer për momentin po përpiqet të tregojë forcë dhe stabilitet, por kur 90 deputet kërkojnë largimin tënd, autoriteti politik do dëmtohet rënd. Nëse sondazhet vazhdojnë të bien dhe rebelimi vëzërohet, presioni do të bëhet pothuajse i papërballuar. Megjithatë, Britania nuk shkon automatikisht në zgjedhjet parakohshme, vetëm sepse partia në pushtet ka krizë leadershipi. Më shumë gjasa ka që laboristët përpiqen të zëvendësojnë liderin pa rrëzuar qeverinë, por nëse kriza thellohet dhe qeveria humbet kontrollin parlamentar, atëherë zgjedhjet e parakohshme bëhen një skenar real. Keir Starmer për momentin po përpiqet të projektojë stabilitet dhe kontroll, por presioni politik ndaj tij është bërë shumë serioz. Kur 10 deputet partisë tënde fillojnë të flasin hapur për zëvendësimin e liderit, kjo tregon se autoriteti i tij është dobësuar ndjeshëm. Figura si Wes Streeting dhe Andy Burnham po përmenden gjithnjë më shumë si alternativat e mundshme, jo domosdoshmërisht sepse kanë shpallur kandidaturën, por sepse brenda Partisë Laboristëve po rritet ideja se partisi duhet një figurë e re për të rikthyer besimin e elektoratit. Sa gjatë mund të rezistojë Starmer, kjo do të varet nga 3 faktorë kryesorë: sondazhet, uniteti i partisë dhe ekonomia. Nëse laboristët vazhdojnë të humbasin mbështetjen në sondazhe dhe rebelimi zgjerohet, atëherë presioni mund të bëhet i papërballueshëm brenda disa muajsh. Por nëse ai arrin të stabilizojë qeverinë dhe të smangë dorëheqje të tjera, mund të fitojë kohë. Megjithatë, politikën britanike historia ka treguar se kur një lider humbet besimin e grupit parlamentar, fundi zakonisht vjen më shpejt se sa pritet. Partia Reform UK ka korrur një sukses historik në zgjedhjet lokale. Gazetari Kujtim Vani tha se Farage po kapitalizon mbi zemërimin popullor ndaj emigracionit, çka e vendos komunitetin shqiptar në një lupë agresive mediatike, pasi ai i përdor shpesh shqiptarët si ilustrim në fjalimet e tij. Pra Farage ka kuptuar diçka që partitë tradicionale nuk e pan me kohë. Zemrimin e moth një pjesë të elektoratit britanik ndaj emigracionit, kohë sosietesës dhe elitave politike në Londër. Ai po paraqitet si figura anti-establishment, një rol që e përdori me sukses edhe gjatë Brexitit. Reforma UK nuk shihet më vetëm si parti proteste, sepse ka filluar të fitojë terren konkret në zgjedhjet lokale dhe po tërheq votues si nga konservatorët ashtu edhe nga laboristët. Farage përdor një komunikim shumë emocional, të drejtë për drejtë dhe shpesh polarizues që funksionon mirë në periudha pasigurie ekonomike dhe politike. Farage ka propozuar dëbimin e 600.000 emigrantëve dhe largimin nga konventa europiane për të drejtat e njeriut, por a është ky një plan që vlerësohet më shumë si një retorik për të fituar vota, sesa një projekt që mund të gjejë zbatim të lehtë ligjor? Në aspektin politik është një mesazh shumë i fortë elektoral, por në aspektin praktik dhe ligjor është jashtëzakonisht i vështirë. Dëbimi qindra mijëra emigrantëve do të përballej me pengesat nda ligjore.
me mungesë kapacitetesh administrative dhe me kundërshtime serioze nga gjykatat britanike, organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare. Edhe largimin nga Konventi Evropiane për Drejtat e Njerëzit do të ishte një hap historik dhe shumë i debatueshëm, sepse do të ndikojë jo vetëm në migracionin, por në gjithë sistemin juridik britanik. Pra një pjesë e madhe e këtyre deklaratave kanë funksion më shumë mobilizues dhe populist se sa plan real qeverisë. Rritja e Reform UK po detyron si laburistët ashtu edhe konservatorët që ta shpresojnë qëndrimin e tyre. Farage Thavani ka arritur të diktojë agjendën kombëtare mbi kontrollin e kufive dhe emigracionin e palishëm. Farage po e shtyn të dyja partitë kryesore drejt një debati shumë të ashpër mbi emigracionin dhe identitetin kombëtar. Konservatorët kanë një pjesë të elektoratit të tyre drejt reformës UK, ndërsa laburistët kanë frikë se po humbasin votuesit e klasës punëtore në veri të Anglisë. Kjo po detyron të dyja partitë ta shpresojnë retorikën për imigracionin, kufit dhe sigurinë, sepse askush nuk dëshiron t'i lërë Farage monopolin e këtyre temave. Nigel Farage ka arritur ta vendosë imigracionin në qendër debatit politik britanik. Edhe kur nuk është në pushtet, ai po dikton agjendën. Si laburistët, ashtu edhe konservatorët e dinë se një pjesë e madhe e elektoratit është shumë e shqetësuar për imigracionin e paligjshëm dhe kontrollin e kufive. Për këtë arsye, po shohin politika dhe deklarata shumë më të forta se sa disa vite më parë. Frika më e madhe për partitë tradicionale është që Farage të mos kthehet në zërin kryesor të pakënaqësisë popullore. Gazetari thekson se debati mes kryeministrit Edi Rama dhe Nigel Farage, ku Rama e akuzoi liderin britanik për përdorimin e shqiptarëve si kokë turku, pati dy interpretime të ndryshme në opinionin e brendshëm në Britani. Reagimi i kryeministrit Rama mori shumë vëmendjen mediat britanike dhe u pa në dy mënyra të ndryshme. Përshtetësit e Ramës thanë se ai bëri mirë që kundërshtoi stereotipizmin e shqiptarëve dhe përdorimin e tyre si simbol politik për problemet e emigracionit në Britani, ndërsa mbështetësit e Farage e përdorën këtë për forcuar narrativën e tyre se qeveritë e huaje po ndërhyjnë në debatin britanik. Në përgjithësi, deklaratat e Ramës e bën çështjen shqiptare edhe më të dukshme në debatin publik britanik. Vani thekson se ndikimi i kësaj klime ndryshon krejtësisht në varësi të statusit ligjor të emigrantëve shqiptar. Presioni pritet të jetë maksimal mbi ata që qëndrojnë në mënyrë të palishme. Për shqiptarët e ligjshëm që punojnë dhe studiojnë dhe janë integruar në Britani, nuk pritet të ketë ndryshime dramatike të menjëhershme. Shqiptarët ndryshe me komunitetet e tjera jetojnë me djersën e tyre duke punuar në punë të ndershme dhe kontribuojnë në zhvillimet ekonomike të Mbretërisë Bashkuar duke paguar taksa si gjithë qytetarët britanik. Të tjerët janë ato që jetojnë në kurriz të taksapaguesve shqiptarë dhe atyre britanik. Por klima politike mund të bëhet më ashpër dhe më armiqësore ndaj emigracionit pa ligjshëm, ndërsa për emigrantët pa dokumenta presioni do të rritet ndjeshëm, sidomos nëse reforma UK arrin të ndikojë politikën qeveritare. Retorika politike shpesh krijon edhe tensione sociale. Prandaj, komuniteti shqiptar do duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të mos u identifikuar padrejtësisht në emigracionin e paligjshëm. Nga ana tjetër, sipas Kujtim Vanit, kriza aktuale politike në Londër nuk pritet të sjellë asnjë ngadalësim të marrëveshjeve dypalshe mes Shqipërisë dhe Britanisë për kthimin e emigrantëve të palishëm. Përkundrazi, ato mund të forcohen. Nuk besoj se do të ndalojë, përkundrazi. Emigracioni pritet të mbetet një nga temat më të nxehta politike në Britani. Çdo qeveri, qoftë laburiste, konservatore apo një koalicion me ndikim të Farage, do të kërkojë të tregojë se ka kontroll mbi kufit. Kjo do të thotë se marrëveshja me Shqipërinë për kthimin e emigrantëve të palishme ka shumë gjasa të vazhdojë dhe ndoshta edhe të forcohet. Çështja shqiptare ka hyrë tashmë në debatin politik britanik dhe nuk pritet të zhduket shpejt. Me këtë analizë të detajuar, gazetari Kujtim Vani bën të qartë se stuhia politike në Londër po dikton një kurs të ri dhe më të ashpër për emigracionin, ku sfida kryesore për komunitetin shqiptar mbetet ruajtja e dinjitetit dhe mbrojtja e vlerave të mira bashkëdhetarëve që kontribuojnë me ndershmëri në Mbretërinë e Bashkuar.